لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, me kalimin e ditëve dhe netëve të Ramazanit, vetëm se bëhet gara e besimtarit edhe më ngushtë edhe më interesante. Angazhimi i besimtarit në ditët dhe netët e Ramazanit bëhet më i veçantë në 10 netët dhe 10 ditët e fundit të Ramazanit. Nëse shiqojmë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim se i dërgumi Allahu xhalla xhelaluhu këto ditë, këto netë sidomos të fundit të Ramazanit, ja u ka bëhe një trajtim të veçantë këtyre netëve. I ka dallue dhe i ka veçue me angazhimin e tij, me përpjekjet e tij që sa ma shumë ti kaloj këto net në adhurim, në lutje, në sejdë të Allahu xhalla xhelaluhu. Aisha radiallahu anha, bashortja e tij, tregon gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këto 10 net fundit Ramazanit. Ka thonë Aisha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte rrypin e tij në këto 10 net, e ngjallte këto 10 net me ibadet dhe i zgjonte familjen e tij për ibadet. E shtrëngonte rrypin e tij, ka aludua Aisha radiallahu anha, në ibadetin dhe përpjekjet dhe angazhimin maksimal të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këto 10 net të fundit të Ramazanit. E ngjallte natën, do thotë ka kalu natën shumë me ibadet, me lutje tek Allahu xhalla xhelalu, dhe e zgjonte familjen e tij që ta shijojnë në familja e tij këto net kaq madhështore të netëve të fundit të Ramazanit. Dallimi që ja ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtyre netëve të nderuar vëllezër besimtar, është mund për një shkak dhe një arsye shumë të veçantë. Sepse në këto 10 net të fundit të Ramazanit është një natë e cila quhet nata e Kadrit. Nata e Kadrit është një natë shumë e veçantë për besimtarët. Është një natë shumë me vlerë dhe shumë e rëndësishme për besimtarin. Nata e Kadrit është quajtur me këtë emër për disa arsye. E para kanë thënë se është një natë që e caktimeve. Është një natë e caktimeve, do thot ajo është e paracaktuar, se çka do të ndodh, bëhet një rikonfirmim, një rikonfigurim
në këtë natë të atyre caktimeve, që nën kupton se kjo natë është edhe ndoshta vendimtare edhe për e gjelin e ndonjërit prej neve, është vendimtare edhe për rizkun tonë, është vendimtare edhe për jetën tonë, është vendimtare a do t'jemi prej atyre njerëzve të lumtur dhe me fat, apo do t'jemi prej atyre njerëzve që nuk do t'jemi të lumtur dhe nuk do t'jemi me fat. Andaj, në këtë natë, Allahu Gjelle Gjelalu i paralajmëron dhe ja u jep urdhrat me laçeve të tij për zbatimin e urdhrave të Allahu Gjelle Gjelalu në këtë gjësi. Pra natë e përcaktimeve, apo natë që rishikohet apo rikonfirmohet edhe njëherë ai paracaktimin që e ka bë Allahu Gjelle Gjelalu në këtë natë. Kjo natë do thotë shënon një çështje, një kthes vendimtare për jetën e besimtarit. Po ashtu ka thënë se është quajtur nata e Kadrit për shkak se ka vlerë të madhe shumë kjo natë. Dhe kanë thënë dietarët, aq shumë zbresin me laçe në këtë natë në tokë, sa që ngushtohet toka nga numri i madh i melaçeve që qëndrojnë me besimtarët të cilët i lutën Allahu Gjelle Gjelalu në këtë natë në tokë. Do natë që në të ka zbrit Kur'ani, e kjo është festë e madhe për besimtarët dhe melaçet zbresin në tokë që të festojnë me besimtarët, me robët e Allahu Gjelle Gjelalu, të cilët ja japin vlerën dhe rëndësinë të kësaj nate. Po ashtu kanë thënë është natë e Kadrit, që quhet natë e vlefshme, për arsye se në këtë natë besimtarit i shlyhen mëkatet nëse ai e kalon me ibadet, i mbulohen të metat dhe del para Allahu Gjelle Gjelalu me mëkate të falura, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qama lejletel qadri imanen wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili natën e Kadrit e çon me ibadet dhe duke llogarit shpërblim tek Allahu Gjelle Gjelalu, do t'i falen mëkatet që i ka bë më herët. Pra kjo natë të nderuar vëllezër i ka disa veçuri që nuk i kanë një në të tjera. E para, në të ka filluar zbritja e Kur'anit. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Këtë natë Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an e ka quajtur natë e begatshme. Inna anzalnahu fi lejletin mubarake. Kjo natë ka thënë është natë e begat. Ne e kemi zbrit Kur'anin në një natë të bereqetshme dhe në një natë të begat. Në këtë natë, po ashtu e veçanta e kësaj është se zbret Gjibrili në tokë bashkë me besimtarët dhe me melaçet tjera që qëndrojnë në tokë, të nëzzelul melaike wa ruh. Ka thënë Allahu, zbresin melaçet dhe zbret Gjibrili, e që kjo është me veçanta ndoshta e kësaj nate në lidhje me botën e melaçeve, që vizitohet nga banorët e qiellit, vizitohet toka nga banorët e qiellit, e vizitohet nga zotriu i melaçeve, e që është Gjibrili alayhis salam. Po ashtu kjo natë bëhet e veçantë, sepse kjo natë do thotë si thënë, fal mëkatet dhe pastron zemrat dhe shpirtat e besimtarve. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu, nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Andaj, angazhimi i besimtarve në këto 10 net e fundit të nderuar vëllezër është më për shkak të natës së Kadrit që do të qëllojë në këto 10 net e fundit. E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkone natën e Kadrit në 10 net e fundit të Ramazanit. Ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'ju tregoj shokëve të tij se kur saktësisht qëndron nata e Kadrit, i ka pa 2 njerëz rrugës duke u grind dhe duke u përla mes veti, i ka ik nga mendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
përcaktimi I kësaj nate, ka thënë pastaj kërkone këtë natë në 10 netët e fundit të Ramazanit, kërkone në netët tek të këtyre netëve të fundit të Ramazanit. Andaj besimtarit të nderuar vëllezër, e kalon këtë natë me ibadete, me adhurime dhe e veçanta e kësaj nate, është se besimtari lutet ton natën që Allahu xhelle xhelalu t'ja ta fal edhe ta mëshiroj, edhe ta udhëzoj, edhe t'ja largoj brengat, edhe t'ja largoj sprovat. Sepse ne, ti si besimtar që I lutesh Allahu xhelle xhelalu, e ki një gjë shumë pozitive, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja, lutja e besimtarit e kthen të mas edhe kaderin e Zotit. E kthen të mas edhe kaderin e Zotit. E në këtë natë që për ty janë të bë kaderet, janë të bë përcaktimet, e paramendoje ti me të pa Allahu xhelle xhelalu, tu ju lutë Allahu xhelle xhelalu, tu I thanë o Zot, forcëm dhe udhëzëm dhe falëm dhe mëshirom, o Zot më jep rrezik të hajrit, o Zot më jep jetë të lumtur, o Zot udhëzoje familjen teme, o Zot udhëzoje vllatë e mi, drejtojnë në rrugën e drejtë. E kur je në këto momente të ju lutë Allahu xhelle xhelalu sinqerisht, Allahu xhelle xhelalu ka mundësi me kaderin e tij, me caktimin e tij, ta ndryshoj për hatër të lutjes që të bën atë kaderin që ndoshta na nuk e dime e ka përcaktuar për ty, për atë që do të ndodh brenda një viti. Andaj lutjen që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë natë të bekuar të nderuar vëllezër, ka thënë Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Zoti im, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, le ta kërkojmë këtë natë të kadër, në këto 10 natë të fundit me ibadet, me adhurime, për këtë edhe organizohen nga besimtar edhe obligime apo edhe adhurime shtesa në mënyrë të organizuar që ka të bëjë me namazin e natës, me namazet dhe vullnetare që bëhen në xhamit e ndryshme, vetëm që t'jemi prej atyre që ndoshta e qëllojmë natën e kadrit edhe e fitojmë atë shpërblimin e madh që Allahu xhelle xhelalu e ka përgatitur për besimtarin. Elusmi Allahu xhelle xhelalu që këto natë të fundit të Ramazanit dhe këto ditë të fundit të Ramazanit të jemi më aktiv dhe të angazhohemi edhe më shumë. Elusmi Allah që të na falë, të na mëshiroj, dhe të na forcoj në rrugën e tij dhe të na udhëzoj në rrugën e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.